Në Shqipëri, po shpiket një standard i ri i drejtësisë. Ky do të ishte një titull për mediat ndërkombëtare apo për diplomatët dhe juristët e Shqipërisë e më gjerë. Por kur shikon se kush e shpiku këtë standard e kupton që thjesht është një veprim i një mercenari që qelb erë me pagesë si Mero Baze. Po, është i njëjti që ankoi për faktin se nuk e takoi Erion Veliajin. Gazetari i familjes Veliaj, Mero Baze, është edhe më ekstremist se kryeministri në recetat e tij ndaj drejtësisë. Edi Rama tha hetoni, por mos i paraburgosni, ndërsa Mero i Veliajt thot mos i hetoni fare. Pse hetohet ky apo ai, pryet Mero si naiv, kur në fakt nga personi që po hetohet është paguar 300.000 euro, s'ka faj, ka hall. Kryeministri na tha, mos arrestoni zyrtarët e korruptuar, hetojini në gjendje të lirë, një lloj humanizmi procedural që na u shpjegua si shenjë qytetarie juridike. Pastaj standardi u rafinua edhe më shumë. Në fakt, më mirë mos i hetoni fare. Këtu hyn në skenë edhe zëri moral i disa mediave, mes tyre edhe Mero Baze, i cili na shpjegon se hetimet ndaj firmës së vëllait të kryetarit të Bashkisë së Tiranës mund të trembin investitorët e huaj, një shqetësim vërtet prekës për klimën e biznesit. Pra, logjika e re është kjo. Nëse një kompani e huaj paguan tek firma e vëllait të kryetarit të Bashkisë për të bërë promovimin, atëherë hetimi për këtë firmë bëhet pothuajse një akt armiqësor ndaj investimeve. Nëse prokurorët Altin Dumani dhe Ols Dado vendosin të ndjekin këshillat e ndritura të Mero Bazes, atëherë ndoshta duhet të bëjnë një reformë të vogël në mënyrën si punon struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, SPAK. Së pari, të heqin dorë nga ideja e vjetër dhe pak primitive e hetimit të korrupsionit, sepse siç duket, hetimet pas kanë një efekt shumë të rrezikshëm, mund të shqetësojnë njerëz të rëndësishëm dhe madje horrori vërtet të trembin investitorët. Së dyti, përpara se çdo veprimi procedural, ndoshta duhet të kontrollojnë një kriter të ri juridik. A lidhet rasti me ndonjë biznes familjar të pushtetit, me ndonjë kontratë reklame apo me ndonjë interes që mund të mos i pëlqejë ndonjë editoriali të radhës? Nëse po, atëherë procedura më e mençur do të ishte shumë e thjeshtë. Dosja të futet në sirtar dhe çelësi të hidhet diku larg, për të mirën e klimës së biznesit, sigurisht. Madje për të shmangur keq kuptimet në të ardhmen, ndoshta SPAK-u mund të vendosë një rregull të ri para se të hapet një hetim, të merret paraprakisht edhe një opinion editorial nga Mero Baze. Kështu kur senkohet drejtësia, ruhet qetësia e pushtetit dhe investitorët flenë të qetë, sepse në këtë filozofi të re, problemi nuk është korrupsioni. Problemi është që dikush mund të guxojë ta hetojë atë. Me këtë ritëm të rekomanduar nga kryeministri dhe të avancuar nga Baze, shumë shpejt do të arrijmë në formulën perfekte. Prokuroria të mos arrestojë, të mos hetojë dhe idealisht as të mos mendojë për raste që mund të lidhen me korrupsionin apo hetimet e zyrtarëve. Këtu jemi fiks, jo fare, te teza e fundit e kryeministrit. Kura është më e dëmshme se sa vet korrupsioni. Një vend i korruptuar deri në palc, që nga koha e Osmanëve i pas ka mos hetimin si pas të mjerit Mero. Problemi i vogël në këtë histori është se vetë Mero Baze rezulton se paguhet nga firma e vëllait të kryetarit të Bashkisë për reklama në median e tij. Ai që përfiton financiarisht nga kjo marrëdhënie është njëkohësisht edhe ai që del publikisht dhe pyet e sqaron pse nuk duhet të ketë hetim. Standardi i ri i drejtësisë duket të jetë ky: mos arresto, mos heto dhe nëse dikush guxon të pyes pse, nxirr ndonjë artikull për terrorizimin e investitorëve. Sepse në këtë version të ri të realitetit, problemi nuk është korrupsioni. Problemi është që dikush mund të guxojë ta hetojë atë. Më tej, akoma mirë do të ishte që prokurorët e SPAK-ut me standardet e reja duhet i marrin leje Meros këtë hetojnë e kë jo. Këtë shpresoj ta kuptojnë ata në SPAK, por tani Mero duhet të tregojë si dhe ku do ta marrin lejen, te zyrat që përfitoi pas shantazhit dhe sulmeve ndaj biznesmenit dhe Bashës, te vilat e Kodra e Diellit, tek apartamentet apo te hoteli 10 milion euro në Ksamil, apo t'i kërkoj lejet te sarajet në Peshtan, atje ku ndahen tenderet e bëhen pazaret për investimet në jug të vendit. Ku ta kërkojnë lejen këta prokurorët e SPAK-ut? Dikush nga prokurorët mund ta thërras personalisht, t'i çojë mesazh, ose SPAK-u mund të dalë me deklaratë për shtyp dhe t'i kërkojë leje, ose t'i shkojnë poshtë shtëpisë siç i shkonte Veliaj.